Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e shokët dhe çdo që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërru Lazar, jemi sot në takimin e radhës në këtë ders të sabahut dhe sot kemi kënaqësinë që së bashku të shënojmë përfundimin e një udhëtimi të gjatë me një libër të rëndësishëm, të dobishëm, ku kemi pas rastin që të njihemi me qindra hadithe që flasin për një çështje të rëndësishme të fesë tonë, që flasin për çështjen e edukatës, mirësjelljes dhe moralit të besimtarit. Ajo që ka qenë pjesë e këtij libri, elhamdulillah, ka përfunduar. Sot është një përmbyllje e këtij libri dhe është një përmbledhje e asaj që kemi marrë deri më tani. Libri që e kemi trajtuar është libri i Imam Buhariut rahimullah, Al-Adab al-Mufrad, i cili ka marrë kohë afër 3 vjet e gjys. Kemi qenë së bashku në datë sabahut, hadith pas hadithi, deri në fund, kapitull pas kapitulli. Alhamdulillah, Allahu na ka nderuar, na ka mundësuar që me të vërtetë të njihemi përsa afërmi me fjalët më të mira, me udhëzimet më të dobishme, që vijnë nga njëri më i mirë që ka shkel mbi fytyrën e tokës, Muhammedit alayhi salatu wassalam. Çfarë ka qenë libri Al-Adab al-Mufrad dhe çka kemi marrë nga ky libër, dhe çka duhet na kujtohet nga ky libër, dhe çfarë duhet të bëjmë me atë që ka kaluar dhe që kemi marrë. Kemi thënë disa herë të vazhdimisht në ligjëratat tona në lidhje me këtë libër se libri Al-Adab al-Mufrad është libër që vetë titli po tregon, libër për edebin, për mirësjelljen, libër për edukatën. Dhe Imam Buhariu rahimullah në këtë hadith ka përmbledh udhëzimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Çka marrim nga kjo? Fillimisht marrim rëndësinë e kësaj teme. Të cilës ka kushtuar vëmendje të posaçme Kurani, po edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sjellja e besimtarit, reagimet e tij në jetën e përditshme, edukata e tij janë tregues i besimit të tij. Besimi është çështja e zemrës. Nuk ka qasë në zemër askush. Mirë po, sa ka besim dhe çfarë është ky besim, treguohet në praktik. Besimtari që thotë kam besuar në Allahun xhalla xhelaluhu, duhet të bindet Allahut për të treguar se ka besu. Prandaj vepra është çështje e ndërlidhur me besimin, ndërsa edukata është tregues se ky besim është funksional, është i shëndetshëm, është ashtu sikur që e ka kërkuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Në sa hadithe kemi pas rastin me lexu e me dëgju, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka lidh ngusht besimin, imanin me sjelljen. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kur beson Allahun edhe ditën e gjykimit, le të flet mirë ose le të hesht. Kemi marrë rregullat e të folurit. Që besimtari flet mirë, që besimtari din me e lavdru dikën, din me qenë mirënjohës, që besimtari nuk e lëndon dikën, që besimtari din me përshëndet, sa rregulla nga selami kemi marrë e kështu me radhë. Prandaj këtu e kanë ndërlidhur pejgamberi sa edukatën, mirësjelljen me imanin. E shumë hadithe tjera që flasin për këtë çështje. Prandaj ajo që kemi marrë është një reflektim praktik i imanit, i besimit në Allahun te barekuhu teala. Është një tregues se si duhet një musliman me u formu. Çështja e dytë që kemi marrë të ndërlodhës është se të gjitha udhëzimet e edukimit, njëjtë sikurse udhëzimet e besimit, burojnë nga shpallja. Nuk e kemi këtë të ndarë. Për shembull, ta marrim besimin nga shpallja, nga Kurani dhe Suneti, mirë po edukatën e marrim në bazë të vendit, zakonit, traditës, kohës e kështu me radhë. Jo. Besimtarët e kanë besimin e uniformuar, një, edhe e kanë sjelljen e uniformuar. Prandaj këto hadithe shpjegohen me shekuj, ndërkohë. Këto hadithe shpjegohen me shekuj.
dhe shpjegohen në vende ndryshme të botës. Na ka ndërua Allahu edhe neve në këtë vend me pas mundësi që një libër se ky me e përfundu edhe me tregu se qysh është sjell dhe çka na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj një musliman që përfiton nga këto hadithe, realisht kudo që është, kudo që gjendet, është njëjtë. Pavarësisht gjuhës që e flet, pavarësisht kohës që jeton, pavarësisht moshës së tij, ai është realisht një, sikurse të tjerët. Pavarësisht tash se dikush ka jetuar para nështë 1000 vjetë, dikush jeton sot, edukata është edukatë. Prandaj të ndërru vëllezër, na sot jetojmë në kohë të zhvillimeve të shumta. Jeta ka ndryshuar shumë nga e kaluara. Edhe na jemi dëshmitar të ndryshimit, mos flasim për gjenerat e kaluara. Edhe në aspektin e komunikimit, edhe në aspektin e lëvizjes, e transportit, e mjeteve të shumta që sot e kanë lehtësuar jetën. Mirë po me gjitha këto lehtësime, me gjitha këtë zhvillim, edukata mbetet edukatë. Për shembull, kapitulli i parë që kemi marrë në këtë libër ka qenë, në kapitullit e parë që kemi marrë ka qenë kapitullit e respekt në prindit, familjes, të afërmve. Këto ndryshojnë me ndryshimin e kohës, a mund të themi se për shembull sot nuk vlen me respektu prindin, s'ki nevojë, se ka telefona sot për shembull. Çka ka lidhje telefoni me prindin? Prindi është prind. Edhe në hanë me shku, prindi respektohet. Edhe raket me pas, edhe aeroplan me pas, çka do me pas, prindi është prind. Duhet me respektu. Prandaj, domethënë këto nuk ndryshojnë. Njerëzit kanë ndryshuar koha, sahi, kanë ndryshuar lehtësimet e kohës, kanë ndryshuar domethënë zhvillimet e kohës, por nuk kanë ndryshuar edukata. Gënjeshtër e keqe gjithë është e keqe. Madje në këtë kohë nuk kanë hala më e keqe, se njerëz kanë shumë më mundësi me kuptu për shembull gënjeshtër. Atë përpara për shembull e kemë një ligjërat këtu që ta që të kanë ngu kry, mos ka mund jetë me ngu. Sot ingjizohet të shkon nëpër dunjë dëgjohet ato. Prandaj sot mundësia me di çka është e mirë, çka është e keqe, është shumë më madhe se përpara, që i bie se sot nuk kanë më të mirë se të kaluarën, edhe pse nuk ka çashtu ato. Prandaj mashtrimi është mashtrim, tradhia është tradhi, gjithmonë, pavarësisht ndryshimeve. Prandaj kjo më kuptu se këto mësime, edhe pse kanë kaluar me kohë, kur janë shkuar, mbeten për neve praktike, mbeten për neve aktuale, mbeten për neve domthonë gjithmonë të rëndësishme dhe të nevojshme. Çështja tjetër që e marrim të ndërlozur që kena pas mundësi gjatë këtij udhëtimi me kuptu, shumë kena thonë dobi të shumta, po një përmbledhje e përgjithshme është edhe bindja jonë e vazhdueshme e që ushqet me mësimet e këtilla se feja jonë është e kompletuar. Feja jonë është e kompletuar. Çka nuk kupton feja e kompletuar? Do të krejt çka i duhet një njeri në këtë dunjë për të adhuruar Allahun, për të besuar Allahun, për të qenë i sjellshëm, i kujdesshëm, për të qenë i mirë për veten, familjen, shoqërinë, e kështu me radhë, gjitha këto mësime e shumë të tjera janë kompletuar. Nuk ka nevojë me shtu. Nuk ka nevojë me shtu. A ke pa për shembull çka kena mësu? Krejt i kin hadithe. Krejt i kin sunet pejgamberit. A kena nevojë për shembull don, valla çu kapitull s'është na duhet më bëu diçysh. S'ka nevojë. S'ka nevojë. Allahu thot në Kur'an ma farratna fil kitabi min shay. Në këtë libër asgjë mungu s'kemi lënë. Krejt i kena përfshi. Çka i duhet njerit krejt e kiçtu. Krejt i duhet deri në ahiret, deri të vendos komën xhenat, krejt udhëzimet i kin Kur'an. Krejt edhe në sunet pejgamberit alayhis salatu. Dëshmi për këtë vetë udhëtimi jon. Ka s'kemi kalu. A keni pa për shembull me që përmend selami. Sa kemi pas neja e takime këtu e ligjëra për selamin. Ni selam aleikum, po që nuk është thjesht. Qysh jepët e kur jepët e kush kujna jepën nëse kjo situatë, kemi marrë me ndoshta 5-6 ligjërata veç për selamin. Apo? E pas e kemi marrë për shembull sa kemi marrë për nejen. Qysh e bën muslimanët e bojnë nejen. Rregullat e ndejes, sa kemi marrë rregulla. Shumë. Gjitha detaje, çdo detaj. Qysh më ul, ç'më nejt, ç'më ngu, e shumë të tjera. Prandaj feja është e kompletuar. Nuk ka nevojë me shtu asgjë. Feja ka nevojë me u pasu, jo me u plotsu. Me u plotsu kry. S'ka nevojë. Është e plotsuar. Ka nevojë të pasohet, e dëgjohet, e respektohet ajo që ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Por as nuk ka nevojë që të largohet diçka më tepër atë. Çka në fe është tepër, atë pe jam. Jo në fe s'ka tepër.
Nëse dikush e tepron në fe, është problemi i tij. Ma feja nuk udhëzon ka teprimi. Feja udhëzon ka mesatarja dhe ka plotësimi dhe kompletimi. Çka është feja? Po ne jemi bind, gjithmonë jemi të bindur. Edhe kjo që kemi dërmëtani është dëshmia e kësaj bindje, se feja është e kompletuar. Kjo është e para e kompletuar. E dyta çka ne kupton e kompletuar, do s'ka nevojë të shtohet, s'ka nevojë të pakkohet. Apo edhe s'ka nevojë çka? Nuk ka nevojë, domethënë, që të huazohet nga tjerët. Me thonë se kemë vëlla, për lakmojmë të tjerë që e kanë. A kemë dojna me lakmu dikon? Jo, vëlla. Neve në lakmojnë tjerët. Na s'kemë dojnë me lakmu kërkujt. Fenë që e kemi, udhëzime që e kemi, pejgamberin ton, alayhi salatu wassalam, e kemi tjerët me lakmu. Edhe lakmojnë. Prandaj, pashijet sot në përbot të ndërvëzër, në aspekt të kthimit edhe të përqafimit të mësimeve të caktuara, ku qëndron Islami me fetë të tjera? Larg shumë. Domthon kthimi i njerëzve në fetë të Allahut, mahnitja e njerëzve me udhëzimet e pejgamberit sa është domthon e panumërt, e pandalshme, e përditshme. Në shumë vende të botës njerëz vinë edhe kërkojnë udhëzimin. Shkojnë në përqendrat islame, takojnë imam të ndryshëm e kështu me radhë, kërkojnë libra, kërkojnë Kur'an, kërkojnë biografinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam, nga se janë të etur, janë të zbrazët, kërkojnë që të përmbushën, kërkojnë që të ashuajnë etjen me mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Prandaj, këto udhëzime që kemi marrë dëshmojnë se nuk kemi me huazuna, asnjë kulturë, asnjë traditë. Ne bashkëpunojmë me të tjerët, punojmë për të mirën e përgjithshme, mirë po e kemi identitetin ton, e kemi udhëzimin ton, e kemi modelin ton, Muhammedin alayhi salatu wassalam. Dhe kjo pastaj gjithashtu edhe tjetra nga mësimet është se ndihemi krenar, çfarë mësime kemi, çfarë feje kemi, që kjo është feja jonë vëllai. Dhe çka mëson Islami? Andaj, nëse një njeri është kundër Islamit, kundër kujt është? Kundër respektit prindërve, kundër respektit më të vjetrit, kundër lëmoshës, kundër jetimit, kundër najave të mira, kundër keq të edukatës, keq të mësimit islam. E çto na mësojnë? A ka diçka në këtë fe që për shembull na bën më uni të tufnuar, na bën më uni për shembull keq? A ka diçka? Jo, s'ka kurrë. S'ka, që e dëshmia, që kemi marrë. Dëshmia ç'ka është? Keq që është Islami. Nëse sjellja me njerëz të nervozë, besoj që këtë ta kuptojmë drejt. Nëse sjellja me njerëz është kaq e bukur, kaq elegante, para më çush është me Allahun te barekutaala besimi. Ha? Nëse çtojnë rregulla kaq të kompletuara, kaq të bukura, kaq domethënë të rëndësishme, të natyrshme për njerin, që kanë të bëjë raport njeri me njeri, e çysh është atëra që ka të bëjë raport njeri me Zot? Hala më e bukur është. Besimi në Allah është hala më i bukur, është hala më i kompletuar, është hala më i këndshëm, më i natyrshëm. Hala më që të bën përshtypje, të bën përvetje, që të përmbushe. Prandaj në fen tonë gjithçka është e bukur. Islami është i bukur. Për shkak se vjen nga Allahu që është i bukur. Edhe Allah don të bukurën. Prandaj Allahu është i mirë edhe don të mirën. E normalisht është Allah i mirë e don të mirën, atëre Allahu e don fenë e tij, Allahu e don fjalën e tij, Allahu e don adhurimin ndaj tij. Prandaj edhe ky është i mirë, me që Allah është i mirë. Edhe ky është i bukur, me që Allah është i bukur. Kështu që ai që këto mësime i ndjek, vallahi bëhet i mirë. Bëhet i mirë. Bëhet i bukur në brendin e tij para të jashtës së tij. Se çto mësime që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam. Pra nuk duhet me pas frikë nga Islami. Duhet me pas frikë kur njerëzit largohen prej Islamit, se thosh e tash çka bëhet. Se për ai që i njeh Islamin e pam çka bëhet. E ke bë 3 vjet e gjys, mos më shkuar edhe 3 tjera me këto udhëzime. Një të përditshme. Që çështu bosh ose bosh musliman, çështu to. A më nëse nuk je musliman, tani nuk di çfarë bosh. Nga se mundësit janë shumë të për mos me koni mirë, apo? Se që është Islami, që kjo është. E tjerat, ka gjithë qka. Qka s'ka në tregun e dunjosat,
çka s'ka, lloj mendimi, ideologjie, lloj sjellje, lloj grupi, lloj klani, kështu me radhë që e kanë bëu fatkeqësh botën sot shumë të pasigurt. Shumë të pasigurt, apo? Shikoni si mbretënon frika në shumë aspekte të njerëzit. A ka me pas luftë, a ka me pas me hangër, a ka me pas... Pse o kjo frikë? Për shkak se shpesh herë situatat nuk janë në dorë të sigurta, që ata dhe s'ka siguri. Kur situata është në dorë të njerëzit sigurt, që nuk mashtrojnë, nuk keqpërdorin, apo nuk, domethënë, lakmojnë pafundësisht për pushtet e autoritet, atëherë jemi të sigurt. Por kur situata është në dorë tjera, atëherë s'mund nuk qenë i sigurt. S'mund nuk qenë i sigurt. Nëse për shembull udhëton me një njeri një udhëtim gjatë, disa orësh, edhe e kupton se që njeri, për shembull, është hajnë. A njeri i sigurt? Jo, as njeri. Tanë rrugës i këqyr, e kom saatin, e kom telefonin, ku me të kuleta, tanë së kohën jetë të këqyr, pse? Si dihet o burë të njeri, si dihet. Andaj kur për shembull udhëheqin e veneve ndihshme marrin njerëz që janë të sigurt, vallahi s'mund të mund i sigurt. Pe ty në çka s'vjen. Nëse që siguria. Çto është mësimet e Allahut të pejgamberit alayhis salatu wasallam. Prandaj muslimani është burim i sigurisë. Muslimani është burim i stabilitetit. Vallahi kudo që ka musliman që duhet me mësime, s'ka frikë. S'ke nevojë më tut për kurrë, as për pasuri, as për jetë, as për çka do të qenë këtë dunjë, kurrë. Nga se muslimani ka obligim me fe ti me garantu siguri për tjertë. E ka obligim me fe, me udhëzimet e ti. Nëse deri jashtë udhëzimeve, atëherë s'është musliman mo, në ato sjellje. Është diçka tjetër. Mirë po, me çdo sjellje ka siguri, ka rahati, ka qetësi, në çdo vend, në familje, në rreth, në vend, në botë, në shoqëni ku do koftë. Për këtë arsye ne duhet të kemi faktorë të stabilitetit, të sigurisë edhe të rahatisë për njerëzit. Nga se kështu na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Gjithashtu nga mësimet që kemi marrë këtu është se këtu mësime nuk janë veç fjalë të kota, ose nuk janë veç ligjërata. Mirë është, na kënaqem, ku është mi zbatu, të mundshme, e ke pasur të letën, të kafshme, të natyrshme. Edhe fakti se Buhariu rahimullah në këtë libër nuk ka përmend veç hadithe, por ka përmend edhe thënie të tjerëve. Ka thonë Ibn Omeri, ka thonë Aliu, ka thonë filoni, radiallahu anhum, nga sahabët e pejgamberit. Madje kemi pasur të tjerë mas sahabëve, të njerëzve që kanë qenë gjeneratave tjera. Që e pe kuptu se, jo që pejgamberi ka bu këtu, po njerëz tjerë të ndëmë. Edhe ata sahabët i kanë qenë njerëz të rëndëm, nuk kanë qenë të veçantë. Pejgamberi jonë Muhammed se më koni dërgumi Allahut, po, pe kuptojmë këtë. E pëse dha ju ku njeri, po hajde dikur sot, kema këj pejgamber. Po mirë, e sahabët, në qka kanë jetu ata? Qështë kanë pas jetën ata? Para se marë pejgamberë sa. Një jetë të shfenuar, një jetë në për lufta, në për jetë në konflikte, kanë luftu për gjështet më thjeshta të caktuara. Qështë kanë pas jetën? E kanë vëros qikën për zgjalli se marrën me pas qikë. A ka qenë që këtë atyre? E Islami kuj ka ngritë? Që i ka bërë shambull. Gjenerate veçantë, yje, në qilë që ndërishojnë. Me qëka ka ndryshu? Me që të mësima. A në të mundë shmjanë. Islami nuk është veç ligjerim, nuk është mësim i mirë, nuk është veç fjale mirë, por është i mundë shumë, i zbatu shumë. Kërë që aj që thotë, mirë a këto mësime, ma kush me i bo? Wallah i themi veç aj që danë. I bon, aj që zdanë, të tërshka është. Nga se, qështu tha pejgamberi jonë, s'po tha mëne. Qëka tha Muhammedi, alayhi sallatu sallam? Kullu ummeti, jedkhuluna al-jannat, illa men eba. Ka thonë pejgamberi, alayhi sallatu sallam. Krejt keni me hinë gjennet, veç kur zdanë. Ka Allah jo këpu me shku në gjennet, veç kur zdanë me shku, me zarësun e qojmë në apëta. Dikur sot, unë e zdu me shku në gjennet. Na me thonë, ja e na për të marrëm, së të marrëm na. Ti dush me dash mas pari ti të në edhe na dojmë e shkojmë bashkë. Ama kur ti zdanë, të shme të qënë gjendet na. Andaj, të mundshme, të leten, edhe pse normal në dunjo ka pak duhet,
sakrificë, ka pak duhet mund, normal, nuk ka kur gjë falë. Mirë po, për gjitha, jenë mësime të mundshme, janë zbatushme. Jenë mësime që garantojnë, do më thonë, formimin e duhur të njeriut. Edhe duhet me qenë bindur në këtë punë. Na nuk duhet kur Muhammed se a thu vallë mësime që ka me të pejgamberson, a janë të mundshme më për kohën tonë, që është të mundshme më. Allahu xhallahu ala e ka ditë që ka marrë kjo kohë, e ka ditë. Pa e ka ditë se është gjithdijshëm. Në mësimet e pejgamberit deri në kiamet. A është e pritshme marrë një pejgamber për kohën tonë? A pret dikush pejgamber në këtë vakt? Na jo. Që çapresi nuk e di, ama na spresëm o pejgamber. Për na për me pejgamber na kanë kry. Edhe për me libra kanë kry. Ka marrë fund, u përmbyll. Muhamedi sa është pejgamberi i fundit, pik, s'ka pejgamber ding, s'ka mo, dunjo. Dunjo s'ka pejgamber mo. Deri në kiamet, kur shkatërrohet dunjo, atë s'ka mo kur gjavë. As ka libër mas Kur'anit, Kur'ani është përmbyllje e librave. Prandaj, çka na mbetet? Me zbatu. Nëse Allah e ka dërguar pejgamberin me mësime deri në kiamet, do të mund shmën, pa marrësh kohës edhe rrethona, me çfarë don ti? Ama me gjithë arsyetime, valla koha, valla kjo. Shkojnë dhe njërë për shkakun që nuk i falin 5 vakte. A i si mahan, nuk thotë jamër, ja. Ka do që mohojnë, po ka do shumë që s'mohojnë. E pranon që ka obligim, ama që ka thotë, vallaj s'po kam vakt. Allah s'po kam vakt. Mirë Allah nëse s'ki vakt për mu falë për Zotin, për kënë ki vakt edhe? Për kënë ki vakt? A i vakt që e ki ku përshka nej? A na më shumë më thonë dikush, s'po kam vakt, fëmijët e mi me i këqyrë. Mirë Allah nëse s'ki vakt për fëmijët tu, për kënë ki vakt Allah? A i vakt ku për të shka nej vakt? S'ka vakt fëmijët e vetë me i eduku. E nëse s'ki vakt fëmijët tu me i eduku, për kënë ki vakt Allah? A në prim nuk është s'kon vakt, po ku pëqejat vakt? Qëto prim se vakt ka? A i vakt dikun për të shkan? A i ki 24 orë, po a i ki qëto, po a i ki, ku për shkojnë këto? Parëmdojnë për një njëri cili, në bazët ditore i ka 200 euro hyrje, në ditë 200 euro i ka. Apo? Edhe jetë undë. I të më qaj, thujmë në, ku për të shkojnë parët Allah? Nëse s'ki pare për bukë, për që ke pas pare? Apo nëse bukë s'ke hongër, që ke bu me ato pare? A veti që shtopër? Më normal që vetë, Allah. Edhe ati që thëtë s'kom vakt më falë. E nëse për Zotin s'ke da vakt, 24 sati ki, s'ke da vakt, 1 orë komplet mi falë 5 vakte, ku të shkoj vakte, Allah? Ku të shkoj? Dëmonë, ti nuk më dënë. Ti s'pë dënë qatë vakt me da për Zotin, se vakt ka, që s'ka vakt? Ka njerë që në shumë më të nëzohë se që ata që shtu arsetohen. Edhe prapja dalin, jo që për me falë namaz të farz, ata na file falin. Po, edhe lezin Kur'an, ka atil. Por çështja është apo dënë. Përndaj këtu mësime janë zbatushme, janë të kapshme, janë të natyrshme. Ai që dënë, ai që nuk dënë, është çështje tjetër. Dhe për fund të ndërvozër, do bëjt shumë të apo një përmbledhje sikur që përmena, për fund është e vërtetë se në kuptim të leximit, e trajtimit, edhe të komentit, sa kena pas mundësi, do më thonë, libri ka përfundu. Mirë po, lidhja jonë me temën, me çështjet, vetë sa ka fillu. Në pitash fillojmë, apo, me më interesu dhe ma shumë. Këto ligjërate janë të publikuara gjithë, alhamdulillah, në faqen, ku i njekni këto mësime, edhe në YouTube, në Facebook, e kështë më radhë. Me ju këthy këto mësimeve. Ko pas kohë, me i rritë gjuhë, me këshyrë, se tash, elhamdulillah, material ka, dhe i dje s'kemi ditë këta ditë, s'kemi ditë këtë tash e dim. Andaj, duhet që lidhje me këtë liber, me këto hadithe, tjetë e vazhdushme. Nësë është e pa mjaftushme njëherë me dëgjuhë. Parëmen një derë që e ka dëgjuhë, për shambull, para 3 vjetë e gjyse. Nëse sa më kujtohet, basë ose që e pa me këta djemë, derë si i parë ka filluar me 22 maj, 2023. Sot jemi me 2 dhjetor 2025. Domthon udhimi ka qenë realisht 22 maj, domthon 2022 më duket 3 vjet e gjysmë. 3 vjet e gjysmë. Udhim hadith. Para 3 vjet e kujtni që ke thonë. Harron këtë sa. E këto s'bën më harron, ka se këto janë të përditshme.
E kur të zbatojsh një herë, 2 herë, 3 herë, bën pjesë e praktikës, s'harron, nuk harron. Për shembull, a ke nevojë me mësu sot surën Fatiha? Jo, s'ke nevojë. Një herë dhe ke mësu pak një me të lashe. Ajetul Kursin, e ke pas pak të lashe. Ta s'ke nevojë, pse? Duke e përsërit, mo e ke bo. Hifz, hezbere ke bo, ke mësu mirë që duhet. Edhe këtu udhëzime. Një herë, 2 herë, 3 herë, çka ka thonë pejgamberi këtu, çka po pejgamberi këtu, dhe të mësojsh. Tani mu, bën pjesë e përshmërisë, bën pjesë e natyrshme e jetës sonë. S'ka më problem tani. Nuk ka nevojë tani mu kthym, pse? Pse praktika është ajo që e ngulit kuptimin edhe ngulit dijen. Po edhe këtu mësimet e nervozave mos i bëhet për veti. Udhëzoj familjarët, ngone që ders, ngone këtë seri. Udhëzoni familjarët me ngu këto mësime. Nga se elhamdulillah sot është lehtë. Për para do është me majtë men mirë, që po të hoxha me shku me për cilë, se ki bërqë, me kazu familjes, tani gjysat ka ara për u dhe ke harru, gjysat e i kam ri atje, po që ashtu dysh njerëz e kanë shtyr. Sa s'ka nevoj. Është e ngjizume, veç i ullë, nga e qëtë. Që mësim duhet me ngu. Ata që ki përgjësin e tyne, për cilët ka me të vetë Allah ditë gjykimit, me i përhap të mësime. Edhe të tjerë, që në shas ki autoritet, me i urdhnu, po kjo autoritet me i këshillu. Të mësime mi marë, mi shpënda, nga se ka thonë pejgamberi alayhi sallam, ad-dalu ala al-khayri ka fa'ilihi, ai që udhëzon për punë mira, është sikur ai që i bën punë të mira. Për në bërë sebeb, që kur do që me këto mësime punon, ty sevapi me të ardhë. Ty sevapi me të ardhë. Prandaj, Allahu na mëson me punu për khajr. Allahu na mëson me njeh udhën e pejgamberit alayhi sallam në besim, në adhurim, në sjellje, edukat, e gjitha ato me çka ka Muhamedi alayhi salatu wasallam. Allah na bëf shembull të mirë për familjet tona, për shoqërinë tonë e për jetën përgjithësi. Edhe Allah na mundsoj që për shkak të besimit ton fillimisht, pastaj dashurisë që kemi ndaj Allahut e pejgamberit, Allahu mos na dal nga mësimet e tij në dunjë, e as nga rahmeti i tij në ahiret, e as nga shoqëria me Muhamedin alayhi salatu në xhenet. Allah i bëf këtë mësime dëshmi se na dojmë Allahun e pejgamberin alayhi salatu wasallam. Na i dojmë sahabët e tij, dojmë besimtarët, dietarët, e dojmë Imam Buhariu rahimullah, këtë ata që kanë kontribuar për këtë dinë na i dojmë. E ndjekim rrugën e tyre, e lutim Allahun që më na bashkojë Allahu së bashku me ta në xhennet. Kjo është përmbledhja e mësimeve e ne vazhdojmë. Një libër ka përfunduar, ka libra të tjera që do të më qelë me studie, e Allahu na dhon sinqeritet e përkushtim e sabër me vazhdu tutje deri në frymën e fundit. Allah është problem të dhjuve për sabrën që këni të regu, për shoqërimin e vazhdueshëm, e në bashkoftë Allah gjithë më punë të mira. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.